Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme, në fakt në vigjilje të vitit të ri. Jemi në ditën e fundit të vitit, në ditën e parafundit, në fakt të vitit të 2025, për të ndarë me ju lajme edhe shumë pozitivitet. Jam i lumtur që kam kaluar një vit me shumë energji, një vit me plot lajme të bukura, me ekskluzivitete, ka patur dhe nga këto lajme të rënda, do të thënë ka qenë një vit me plot emocione, por sot në këtë ditë unë e di që ju tashmë jeni pak më të lirë dhe do të jeni pak më të fokusuar rreth YouTube-it, rreth lajmeve të fundit, për të bërë dhe analiza, për të dhënë dhe mendimet e juaja. Unë ju kam paralajmëruar që Monitor TV është adresa juaja ku ju mund të jepni mendimet për temat në fakt të cilat ne i trajtojmë. Sot do të nisim këtë rrugtim komentimi, unë kështu e quaj, me një djalë i cili ka ngritur të gjithë publiku në këmbë. Stenaldo Mehili. Stenaldo Mehili është banor i veçantë në fakt në Big Brother VIP Albania. I veçantë sepse ne na duket i veçanta. Në fund të ditës Stenaldo është si të gjithë ne. Ditëve të fundit ai ka ngritur shumë dinamik. Mënyra se si Ledion Liço ka prezantuar dhomën e surprizave dhe ju ka thënë të gjithë banorëve që ua tregon Stenaldo ku është dhoma e surprizave, bëhet fjalë për një djalë të verbër, por me një zgjuarsi jashtëzakonisht të lartë, ka ngritur dyshimet e publiku, do me thënë shoh shumë komente që publiku dyshon se Stenaldo mund të del nesër një gënjeshtër dhe mund të rezultoj që nuk shikon fare, do me thënë që këtë punën e shikimit e ka gënjeshtër, do me thënë e përdorën për lojë. Historia, nëse ne do të hulumtojmë, do të kërkojmë, do të studiojmë për Stenaldo, do të kuptojmë që është një djalë i cili historinë e tij ka treguar dhe më herët nëpër media. Thjesht mendoj që ka hequr dorezat e të qenurit i paragjykuar, të paturit turp, të paturit komplekse me veten dhe del pasyze ashtu siç në fakt atij syt ja ka dhënë Zoti. Në qoftë se Stenaldo përzgjedhen që të ecën vetë nëpër dhomë, apo përzgjedhen që të ecën vetë nëpër korridor, përzgjedhen që të shkon vetë në kuzhinë, mendoj që lidhet me inteligjencën dhe lidhet me zgjuarsinë e tij, lidhet me psikologjinë e tij në këtë mes se si mundet një personazh i tillë, domethënë të ambientohet në një ambient. Brikena ka qenë banorja e cila i ka qëndruar më afër Stenaldos, që mundoshte që ta ndihmon, mundoshte që t'i qëndroj pranë, mundoshte t'ja bëj kafen, mundoshte t'ja afroj ushqimin etj, por Stenaldo është ndjerë tepër i rënduar shpirtërisht dhe ka kërkuar nga banorët që të luajnë brenda lojës luftë. Me thënë Stenaldo u tha që unë dua ju t'ju vej përpara. Unë dua që ju t'ju nxjerr nga shtëpia. Unë dua që me ju të jem luftarak. Unë nuk dua ju mua të më shikoni për gjynaqar. Do me thënë Stenaldo. Por, dyshimet e mëdha kanë ngritur një pikë pyetje rreth gjendjes së tij të vërtet dhe a mund të fsheh Stenaldo një lojë të madhe që ka me produksionin, sepse shumica e publikut thonë kështu. Për shembull thonë që Stenaldo nuk është i verbër shef, sepse një i verbër nuk mund të ecën ashtu. Një i verbër duhet të ketë shkop, një i verbër duhet etj. Por unë mendoj që Stenaldo është aq fenomen, është aq i zgjuar, është aq i mençur, do të thënë Zoti ja ka dhënë aq mendjen të madhe, saqë ditë logjikoj dhe ditë studioj gjëra të mirë. Tani, unë kam bërë në fakt një shkrim të detajuar që dua ta ndaj me ju, një analizë dhe dua të marrë dhe mendimin tuaj. Tash në edicionin e fundit të Big Brotherit, ju e dini, pjesëmarrësit nuk vlerësohen vetëm për lojën apo për karakterin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Por edhe për historitë personale që sjellin me vete. Gjë e cila në fakt ka ndodhur dhe viteve më herët. Tani, një nga figurat më të diskutuara ka qenë Stenaldo, rreth të cilit është krijuar një debat i gjerë në rrjetet sociale. Një pjesë e ndjekësve kanë shprehur bindjen ose dyshimin se ai nuk është realisht i verbër. Me thënë, këto janë komente që ekzistojnë. Duke ndërtuar teori të ndryshme që lidhen me sjelljen, mënyrën dhe orientimin dhe refuzimin për të marrë ndihmë të vazhdueshme nga të tjerët.
Këto dyshime nuk lindin domosdoshmërisht nga fakte të verifikuara, por nga perceptimi i publikut i cili shpesh formohet nga pamjet e montuara. Momentet e shkurtra televizive dhe komentet virale në rrjetet sociale. Ndjekësit vërenjë që Stenaldo shpesh lëviz me vetbesim. Dëgjoni mirë, kjo është shumë e rëndësishme. Po ta shikoni Stenaldo, domethënë lëvizjen e ka komplet me vetbesim. Dhe unë e besoj sepse është çështje e mendjes, domethënë është psikologjia e tij. Ai ka një mendje shumë të zgjuar, nuk e di sa e keni kuptuar në debate, domethënë është shumë i fortë në debate, i vë të gjithë në radhitje një për një dhe nuk i plas fare. Tani orientohen në hapësirën pa u penguar. Publiku, domethënë kur e shikojnë që ai nuk pengohet, edhe më njëherë japin atë bindjen që Stenaldo nuk shikon. Merr vendime të shpejta pa kërkuar ndihmë. Për shembull ishte rasti kur Stenaldo doli në verandë, edhe Brikena po pinte kafen e mëngjesit tek banaku i Lori Kafes, dhe Brikena e pati këtë instikti, normalisht siç e kemi të gjithë kur shohim një person të verbër që duam ta ndihmojmë, dhe Brikena vazhdoi duke vrapuar që ta ndihmon, normal, nuk është që i ra në sy se un kam ardhur që të ndihmoj, por domethënë thjesht i tha që mirëmëngjesi, u zgjove, mos do një kafe, domethënë gjë të cilën në fakt e pengon Stenaldon shumë, dëshiron ta ketë lirinë e vet. Tani, një tjetër element që ushqen dyshimet është kërkesa e vazhdueshme e Stenaldos për të pasur kontroll mbi veten dhe situata. Domethënë kërkon vet kontroll, nuk dëshiron ndihmën e të tjerëve, këtë që e thash. Duke mos pranuar ndihmë edhe kur ajo i ofrohet. Ndjekësit e shohin këtë si një sekret apo strategji. Ideja se ai dëshiron të provojë se është i aftë të funksionojë i pavarur, pa u trajtuar si i dobët apo i pa aftë. Në sytë e publikut skeptik, kjo pavarësi interpretohet jo si forcë karakteri, por si provë që diçka nuk shkon me narrativën zyrtare. Megjithatë është e rëndësishme të kuptohet se verbëria nuk është e njëtrajtshme. Ekzistojnë forma të ndryshme të dëmtimit të shikimit. Dëgjoni mirë, se kjo është tani studim. Ku disa persona mund të dallojnë dritë. Do me thënë, nuk do të thotë që Stenaldo nuk shikon. Do me thënë, dallon dritë. Forma apo lëvizje. Ndërsa të tjerët, jo. Publiku shpesh nuk e njeh këtë kompleksitet dhe pret një sjellje të caktuar, duke gjykuar çdo devijim si mashtrim apo gënjeshtër. Tani, sekreti që ndjekësit mendojnë se Stenaldo, do ta themi kështu në thonjza, fshe në këtë mes, mund të mos jetë as pak një mashtrim, por në fakt mund të jetë një betejë personale për dinjitetin dhe autonominë. Që në fakt Stenaldo dëshiron të luani vetëm në lojë dhe ka këtë zgjuarsinë që për shembull, ore zoti fal njerëz talent. Pse ne duhet të japim kështu mendime që themi që Stenaldo jo, nuk është i verbër. Stenaldo është i verbër, sepse ai nuk mund të gënjejë një popull të tërë, domethënë të futet në një format të madh, duket shumë e paimagjinueshme. Tani flasim, mund të gënjej për një gjë të vogël, po jo për një format gjigant, duket shumë e paimagjinueshme. Tani dëshira për vetë kontroll, për të mos u varur nga të tjerët dhe për të mos u reduktuar vetëm në një etiket, është e zakonshme tek shumë njerëz me aftësi të kufizuara. Në një format si Big Brother, ku çdo dobësi shfrytëzohet si strategji loje, këtu në fakt Stenaldo shumë i zgjuar, sepse thotë që këto duke më ndihmuar mua, duke më qëndruar pranë, mund të ma marrin lojën, mund të dalin të suportuar jashtë, domethënë logjikon lojën. Kjo dëshirë për kontroll bëhet edhe më e fortë. Nga ana tjetër, rrjetet sociale kanë luajtur një rol të madh në këtë rast për përhapjen e këtyre dyshimeve. Video të shkurtra të nxjerra jashtë kontekstit që ekzistojnë në TikTok, komente ironike dhe teori konspirative krijojnë një realitet paralel ku opinioni kolektiv shpesh merr formën e të vërtetës. Në këtë klim, çdo veprim i Stenaldos analizohet në detaje duke kërkuar prova për të mbështetur një bindje të formuar paraprakisht. Tani unë mendoj që Stenaldo, unë e di që këto kanë një formë të leximit të tyre dhe normalisht kanë edhe një formë të dëgjimit të tyre, dëgjojnë si ne në këtë rast, por domethënë kanë këtë dëgjimin edhe me sy, unë do ta them. Dhe mendoj që e ka studiuar jashtëzakonisht shumë lojën e Big Brotherit, më duket
tepër i përgatitur për Big Brother, mund t'ja kenë shpjeguar lojën kaq shumë sa që mendja e tij mund të del përtej syve. Nëse ne na ka dhënë Zoti sy të shohim, ndoshta këto njerëz kanë mendje shumë më të zhvilluar se ne dhe arrin që ta balancojnë lojën me banorët e tjerë. Unë e shoh që Stenaldo ka shumë guxim, është kthyer në fenomen, imagjinoni mbron dhe lojën e malit brenda shtëpisë, sepse u del kundër banorëve, më tërhoqi një fjalë që tha, ja po flas unë për malin, ç'rëndësi ka kjo. Po bën atë liderin e shtëpisë dhe shikoj që qëllimin e tij do të arrijë pafund. Më jepni komentin tuaj dhe do kisha dashur nëse ka një familjar i Stenaldos, le të na lërë një koment, le të na futet në Skype me video për ta shpjeguar këtë detaj dhe për të na dhënë në fakt më shumë pak informacione rreth Stenaldos dhe le t'i ulim këto thashë themet që janë dhe që fliten që Stenaldo brenda asaj shtëpie mund të jetë një gënjeshtër e sajuar nga produksioni, duke u bazuar sepse Stenaldo ka dalë edhe nëpër intervista të tjera duke treguar historinë e tij si i verbër. Takohemi në videon e radhës, vazhdoni të na ndiqni me subscribe.